Mendoj që është shumë i rëndësishëm për shkak se historia e komunitetit shqiptar këtu është zhvilluar nëpër faza të ndryshme. Ka qenë faza kur vitet 60 dhe 70 kanë ardhur punëtorët e krahut, të cilët kanë pas një jetë shumë të vështirë këtu. Pastaj refugjatët e viteve 90-ta, lufta dhe gjithë ata njerëz që pastaj janë kthyer edhe për të luftuar edhe edhe pas luftës për ta rindërtuar vendin. Dhe me pavarësinë e Kosovës faktikisht është pavarësuar pak edhe diaspora, është krijuar një farë momentumi ku njerëzit kanë nevojë të merren edhe me çështjet e tjera, ta prekin edhe përditshmërinë, të qeshin, dhe mendoj që kjo është një kontribut shumë i mirë me një festival të tillë të tërhiqen kaq shumë njerëz me qindra dhe mendoj që është ndoshta një ndër festivalet më të rëndësishme të stand-up komedisë në Zvicër. Brenda 4 viteve është edicioni 4 dhe vitin ashtu është edicioni jubilar i 5, që mendoj është shumë jashtëzakonisht me rëndësi, edhe është me rëndësi që njerëzit të kenë ofertë kulturore, sepse ofertat kulturore në kaluar për fat keq nuk kanë qenë edhe shumë mira, ka qenë një muzikë pa vlerë ose koncerte që nuk kanë qenë ndonjë diçka për të mbajtur mend, që në këtë kuptim mendoj që është jashtëzakonisht me rëndësi. Natyrisht që është shumë e rëndësi që edhe sipërmarrësit shqiptar, afaristët që jetojnë këtu që përkrojnë nisma kulturore, sepse unë mendoj që vetëm kështu ata mund të lënë një trashëgimi pas vetës, se është shumë e rëndësi. Ju mund të jeni miliarder, por nëse nuk lëni një trashëgimi pas vetës, atëherë ajo është domethënë një avullohet gjithçka dhe nuk mund të mateni me ndoshta si thua me një dhuratë që keni sjell në Kosovë ose që ja u keni dhuru këtu të afërm me tuaj. Në këtë kuptim, kjo është shumë e rëndësishme që të ketë përkrahje.